Të lutem hoxh për hir të Allahut, a kanë të drejtë të përzihen kunetet apo kunetia ka shkru në veshjen time, thot kur burri ma blen mu gardarobën. Emrin Allahut azza wa jall, të lutem edhe unë ty të lutem, shkruaje me të madhe, mos shkruaj me të vogël, është respekt për Allahun fuqi plot. Tjetra pastaj, kjo është pyetje që ka vend për me thonë edhe po, ka vend me thonë edhe jo. Parimisht, kunet nuk kanë drejt parimisht me u përzi në veshjen tane. Por, a kanë drejt nëse shojnë vrejtjet e ti, kunet me të këshilu, pse jo? Nuk është arsyetim se burrit i blen teshat, nëse atu t'i blet këqia, që kunati ty mos me të këshilu. Të këshillan edhe hoxha, të këshillan edhe daja, të këshillan edhe vjerit, të këshillan edhe një grua atje, dhe më thonë ma lartë, të të bi, ma bre se s'ko këtë jo vesh mirë. Po flasim na në një mentalitet islam, në një mentalitet ku është tuta zotit. Dhe më thonë, nëse ty burit për t'i blen, së është arsye për t'i blen të këqia robat. Qashtu që s'duhet mi vesh. Zdo më thonë që tash ti mu burit për mi blen që ka kunati pëse po fort. Nëse të këshillan me të mirë, ka vrejtjen robat e tua, prana e këshillan. Më thonë, ku ka vrejtje. Por, mëse vesh ta, vesh e këtë njërë, ti përderi sa i të vesh që duhet, bashkërtyt, ato tesha s'kan vrejtje, themi nuk ka drejt kunati absolut mu përzi. A me të këshilu, kur ti ki vrejtje, me të këshilu me të mirë, me fjallë buta të sjellshme edhe islame, mrena kufime të lejuarës, inshallah ta'ala, banë edhe kunati, banë edhe kunata, banë edhe vjera, daja, hala, tezja, banë edhe vladyt, pse jo? Mere, pranojni, është rregull islam, thëtë, fjale menqër, urtësia, këshilla, është një diçka humbër. Besimtari lyp kuda që e gja, e ka të pe gja e merë, shtinë në gja, këshillën e mirë shtinë në gja, edhe prej kunatit. Jo mu nërvozua tjere. Nëse ki vrejtjen tesha të tua, mos ju arsye të atë tesha, pse vëlla për mi blenë mu burri, se na kemi shumë raste kur e këshillojmë dikan një fmit lagjës, thot, mos mu përzi mu përderë sa po mlem baba em, qka kiti? Jo, nuk është kjo arsye tim. Andaj, po mendoj se nëse e kanë me vend, merë jo këshilla. Nëse e kanë pa vend, mos jo merë. Nëse ti e në regull, atër ata mos flasin e heq. Allah të beko.